është zyra e kontrollit të pasurive të huaja, pranë departamentit të Thesarit, të shtetit, në bashkëpunim me një zyrë ekuivalente në Meksik, i kanë bërë veprimet. Në Meksik ishin rreth 10 kazino me emra të ndryshme që ishin në pronësi të këtij, të cilat janë bllokuar. Janë bllokuar të gjitha pasuritë që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmendet edhe një shoqëri Entretenimiento, duhet jetë italisht, Palermo SA, që është dhe e regjistruar në Shqipëri. Dhe kjo është në listë si një shoqëri i përket këtij. Për të sekuestruar. Për të ngrinë asetet. Po, ngrinë asetet. Nuk mund bëj asnjë transakcion. Qartë. Për të sankcionuar sipas atyre ligjeve. Ajo që më troqi mua më shumë, që edhe shkruajta, ishte mesazhi i Shtetit Bashkuara për ata që suportojnë kartelet, është i qartë. Do t'ju konsiderojmë për ata që i suportojnë. Këto ishin, nuk ka ndonjë gjë tjetër, pak a shumë këtë thot ai njoftimi. Bregu, Zhabina, në një moment për të shtuar? Po, mua nuk më se dia që edhe në Sinaloa luhet kumar, me thonë drejtën, atje vetëm vriten njerëzit. Luajnë kumar, se dia që u luajt kap edhe në Sinaloa. Bastet këtu për shumë. Disa për kazinove janë të vendosura edhe në zonat tjera të Meksikës. Kumari luhet besohet se kjo organizat vepron me pëlqimin e kartelit Sinaloa, tekstualisht. Por gjithsesi ata janë... Besohet, thotë dhe... Pse edhe këta nuk e kanë të qartë dhe kanë sankcionuar. Për të sankcionuar e kanë sankcionuar, sepse ata kanë provuar që pastrohen parat. Ata sankcionuan edhe... E drogës në këto aktivitetet e këtij. Këtë e thonë tekstualisht që në aktivitetet e tij pastrohen parat e drogës. Por me që nisi se ajo ti the që ishte lapsus, se boni edhe doktori viti. Boni edhe doktori super lapsus edhe ja biti gjithë në për media, po kjo e 1900, po, 1922. Do më thënë, ajo që shoh unë për deri sa nuk ka aktivitet, se kjo është një lajm pak i orëve të fundit, e s'kemi në informacion, po për deri sa s'ka aktivitet me Shqipërinë, nuk është një çështje që lidhet me... Ka një lloj aktiviteti, është kompania që përmendi... Jo atë që dinë atë që ta marrin të mirë qenë atë që i tha... Duhet pas vitit mua ma shpjeguan që me letra ai nuk ka asnjë përqind edhe të kësaj. Ka pasur vetëm 1% të kësaj kazinoje në Shqipëri, kjo firma që përmendi Ferdinandi, dhe ka shitur në vitin 2022. Dhe tani sigurisht që kompania mund të rezultojë bllokuar, por nuk mund të ketë asnjë lloj efekti kanë përshtypur. Kjo është pothuajse si edhe Xhonalide që kishte vrarë ja 15 veta, po problemi shqiptar thot jam ai, po asnjë s'kishte lidhje fare. Unë hapa vendimin e Departamentit Thesarit dhe thot janë sankcionuar 27 individ dhe entitete, 4 prej të cilëve janë vëllezër, Arben Hysa, Ramis Hysa, Fatos Hysa dhe Fabiol Hysa, si dhe vajza e Ramis, por ka mbiemër të ndryshuar, dhe thot që luftari sipas të gjitha të dhënave të bëra publike dhe në media në atjer, jeton mes Meksikës dhe Kanadas, shihet si një ndër anëtarët kryesor të familjes Hysa, dhe ka dhënë intervista, si shkruajnë mediat, përfshirë edhe më pas është zbardhur thuajse në pjesën më të madhe, për bizneset e familjes në Meksik dhe në Europë. Sipas të dhënave rezulton që luftar Hysa, Fatos Hysa, Arben dhe Fabiol Hysa kanë bashkëpunuar ngushtë me një shtetas amerikan për pastrimin e parave, përfshirë transportin e sasive të mëdha të parave nga Meksika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kompania e shtetasit amerikan është përdorur për pastrimin e parave, sikurse rezulton nga ky vendim i Departamentit të Thesarit. Gjithashtu, luftar dhe Arben Hysa, sipas të dhënave të marra nga autoritetet meksikane dhe amerikane, kanë përdorur një kompani me bazë në Europë për të pasuruar nga pastrimi parave, të cilat rrithin nga trafiku i kokainës. Pra ideja është që Departamenti i Thesarit ka të dhëna të qarta
Dhe kompania që përmendi Ferdinandi është një kompani që ka bazën në Meksik dhe është në pronësi. Është vetëm 1% Po nuk ka rëndësi, problemi është që 1% mund të jetë publikisht, jo publikisht ne nuk e dim sa është. Po mirë, po flasim çka kanë dokumentat se tani Atëherë ne po flasim për një vendimarrje të Departamentit Thesarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Autoritetet shqiptare nisun nga kjo e dhënë, edhe është për të përshëndetur. Duhet nisur një hetim në Shqipëri për të parë gjithë aktivitetin e 4 vëllezërve Hysa. Pa i paragjykuar fare, do të thënë, unë kam qenë në atë kohë, pasi luftar Hysa ka folur në opinion dhe ka dhënë shpjegimet e tij, këtë pikpyetje kam ngritur dhe në atë kohë që autoritetet shqiptare, pa i paragjykuar fare zotrin, nuk e njoh, kam rënë në dieni për herë të parë të emrit të tij në momentin që kanë shkruar mediat meksikane, ama nga ana tjetër ju takon autoriteteve të hetojnë aktivitetin e tij, apo jo? Pra për të parë, se çfarë është kjo kompani, sa thellë është futur në kompanitë e basteve, a ka marrë licenca të reja, a ka patur interes, do të thënë gjitha këto janë pikpyetje që duhet marrë një përgjigje. Gjithsesi ai ishte larguar këtij momenti. Në vitin po flasim për gjërat të cilat ai nuk është më. Ndërkohë Shtetet Bashkuara të Amerikës për interesat vet ti e lezovesh mjaft qartë me një biznesmen i madh amerikan, siç thotë. Po, një shtetas amerikan. Ai kishte lidhje të qarta dhe amerikanët kanë marrë masa për vendin e vet, siç marrin ata vazhdimisht masa, por ne tani shqiptarët e marrim edhe këtë si një moment non grata, e marrim si një moment mjaft rëndësishëm. Non grata. Për mendimin tim, për shembull, pas heqjes së Dodikut, non grata. Do bin dhe këto. Më duket si e kemi marrë shumë më seriozisht se ç'duhet. Domethënë për shkak të inferioritetit që ne kemi, por në këtë rast për shembull mund të jetë plotë të gjithë Departamenti i Thesarit ka bërë punën e vet. Amerikanët kanë punë të tyre. Në të njëjtën ditë dhe ne s'mund diskutojmë. Në të njëjtën ditë u shpallën non grata Berisha, Vangjush Dako dhe Ylli Ndroqi. Po ky i fundit se ku lidhej, ku morë vesh më pot çfarë them. Kështu ishte. Të shpallur ky. Po kur ishte lista e futën datën? Unë them tani që ne nuk kemi shtemi më shumë se kaq, ne morëm dhe sollëm këtë si ngjarje. Domethënë, por nuk është për kriminal, më shkruajmë për shembull njerëz të ligjit që njohin kjo është non grata si e Dodikut. S'është non grata, më fal. Gabimi është vetëm është sanksionim financiar. Është sanksionim financiar dhe nuk ka lidhje. Ti jep në konceptin e ke kur Dodikut ju hoq, që ka vrarë me qindra dhe mira, ju hoq non grata, dhe në Shqipëri mund të ketë një non grata të tillë, ky është vërtet një diskutim, domethënë për këto janë disi diskutime ndërkombëtare ku se kemi ekspertizën e duhur për të folur çështje politike ndërkombëtare, po në logjik kaq kuptojmë që Dodik një njeri që 20 vjet vetëm ka vrarë dhe ka prerë në rajonin e Ballkanit dhe është bërë një problem shumë i madh për të gjithë. I hiqet non grata dhe në Shqipëri mund të ketë në një non grata në të tillë, është për të vënë fakt duart në kokë. Pra e theksuam që nuk është non grata si e Dodikut, është sankcion për lidhje me kartele. Apo jo? Po pra po, e sqaruam shumë mirë. Departamenti i Thesarit. Departamenti i Thesarit e ka bërë këtë pikpamje. Dhe nuk ka ngjashmëri me, por nuk ka rëndësi. Unë e thash në një plan në fakt më shkruan që kjo është më rënd akoma. Njeri që mi shkruan dhe këtë. Sepse blokohen pasuritë. Sepse nuk ka të drejtë të bëj asnjë lëvizje të pasurive të tij. Dhe duke qenë se kompania që ka patur këtu, sepse ai ka qenë aksioner te Marina Bay, normalisht në momentin që sankcionohet, nëse sankcionimi bëhet pa hequr dorë nga kjo kompani, mund të ngrinte asetet e kompanisë këtu. Dhe normalisht familja Hysa nuk mund të bëj asnjë lloj transaksioni në gjitha pasuritë që ka si në Meksik, në Europë apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra është mjaft e rëndë. Në këndvështrimin tim, jo vetëm tani, po më shkruan që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti i Thesarit ka qëllim ngrirjen e aseteve përgjithsisht për të paralizuar aktivitetin e organizatave terroriste, të karteleve që merren me drogën, pra që trafikojnë siç është Sinaloa, apo të familjeve mafioze kryesisht që pastrojnë para, duke paralizuar qarkullimin e parave në një farë mënyre kanë bllokuar të gjithë aktivitetin e familjes dhe më pas edhe ndikimin e tyre në aspekte të ndryshme.